Në kuadër të hetimeve të vrasjes së rënë të 2 zyrtarëve të UNMIK-ut dhe me tentim vrasjen e rënë të 2 zyrtarëve të tjerë të UNMIK-ut në vitin 2004, Policia e Uleksit dhe Policia e Kosovës arrestoi 4 persona, 2 prej të cilëve për posedim të palegjshëm të armëve. 2 të arrestuarit për vrasje dhe tentim vrasje të zyrtarëve të UNMIK-ut më 2004 janë Bajram Kiçmari dhe Alban Dizdari, raportoi Ekspres. Një person tjetër pritet të ekstradohet nga një shtet i jashtëm dhe të arrestohet gjatë ditës në lidhje me të njëjtin rast, bëri të ditur Prokuroria e Shtetit. I njëjti burim saktësoi se rreth 35 zyrtar ndërkombëtar dhe 100 zyrtar policor nga Kosova bën kërkime në lokacione të ndryshme në lidhje me shtat të dyshuar, pjesë e hetimeve penale në zhvillim e sipër. U raportua se në Kushevic të Podujevës sot në orët e mëngjesit u bastis edhe shtëpia i shushtarit të UÇK-s Agron Sulejmanit, i cili ishte vrarë në vitin 2004, por këtë mohoi për indeks online vëllai i Agron Sulejmanit Driton Sulejmani. Pohoi se familja e tij gjendet në lagjën pejton të Prishtinës. Në kohë vërtet nuk është ka qenë kërkoshës, as nuk ka qenë kur fare kontroll, as kur fare arrestime, ato janë qëllimet caktuar gazetave ose të individëve të cilat janë për nuk ka qenë se të kërkoshë. Shenë edhe tash që të edhe tha din që s'ka qenë se është shumë logjike na këtë jem të familja, por nuk ka qenë kërkoshë. Indjeri Agron Sulejmani është akuzuar për vrasjen e aktivistit të LDK-s Haki Imeri në nëntor të vitit 1999. Denoncimin publik e ka bërë në disa raste vëllai i viktimës Imer Imeri. Ka thënë se vëllai i tij Haki Imeri është kidnapuar nga 3 pjesëtar të UÇK-s duke e cilësuar vrasje politike. Por në familjen Sulejmani thonë se Agron Sulejmani po akuzohet për vrasje nga qarqe të caktuara, vetëm për faktin që nuk është më në jetë. Që thënë Agron Sulejmani, nuk ka qenë vrasaj, nuk i ka bërë ato janë qarqe që cilat edhe hec të asaj zone, cilat dihet se mund që ditë një mas shumë të fakti, se këto sene qysh jenë të akuzu gjinja, mundet me isharuat e komandant e zonës që janë është edhe invalidi i luftës cili ka pasë zisar është kondi bërgusën sa ditë si hajëm që ditë mu pëse hesht kur i den që mundë se kush qëndërën prapa aty në senëve atje edhe kush i kanë bo, kush i kanë gjitha të sene, ata gjitha i dinë mënohen me fëqit gjinë cilët nuk janë një. Prokuroria e Shtetit njoftoi se operacioni sotëm është ekzekutuar me urdhër të gjyqtarit të procedurës paraprake të gjykatës themelore në Prishtinë.